Klasike e futbollit shqiptar, Tirana-Vllaznia luhet me zitën e së shtunës në Selman Selmani të kryeqytetit me Avenir Danin, ish portierin e Vllaznisë, të Partizanit dhe të Kombëtarës, por edhe një ish trajner i Vllaznisë tek sektori portierëve. Dani, një klasike që mbetet klasike edhe pse për momentin skuadrat janë në pozita të ndryshme në renditje. Duhet themi gjë, sot është intervista e tretë që unë jap për këtë çift që losin ditën e shtunë. 2 intervistat e para ku unë kam folë për këtë ndeshje e kena fitu 2 herë me 3 golsh. Dhe duhet ta filloj inshallah, jam edhe si pikë shanse që edhe kësaj herë t'jena me një fitore të mirë. Realisht klasika mbetet klasike. 2 herë në shumë të mëj, 2 herë në të futbollit shqiptar, kanë dhënë shumë dihen ata fanela, shumë të ranat janë në shtetë, por tham sot që janë në kushtet optimale, siç unë kam folë për 2 ndeshjet e kalume, 2 ndeshjet e Tiranës të kalume. Vllaznia ka një ramje për 6 javësh, nuk ka një paraqitje për shumë arsye në detyrë. Realisht Tirana ka 2 ndeshjet e fundit që ka një ngritje, ka një pozicion. Gjithsesi, unë nuk e mendoj se Tirana mund të jetë pengesë për fitoren tonë. Unë në psikologjinë time kishe llogaritë që Vllaznisë i kishte detyrë shtëpiet më mpikshin, pavarësisht se nuk ka arrit në ndeshjen e parë, po sot vazhdoj prapë të jem me 6 pikshin që janë detyrim dhe nuk mund ta quaj thjesht një rasti apo një ashtu. Pra e ka si detyrë shtëpiet që Vllaznia t'i marrin këta 6 pikë për të vazhduar njekën në vendit të parë dhe për të vazhduar objektivin e saj që e ka për titull kampion. Realisht pati disa javë oscilacione përfshirë edhe ndeshjen e fundit me Bylusin, barazimin Shkodër, por edhe të tjera rezultate, sipas jush ku ishte defekti, pse erdhën këto rezultate? Sinqerisht gaci këto gjëra nollin futboll, por të luash 6 javë rresht, jo një paraqitje të mirë, ka një problem te ekipi. Unë e shoh në disa aspekte, përpos dëmtimeve, që unë nuk do justifikosh me dëmtime sepse Vllaznia ka një grup lojtarësh dhe ka disa lojtarë shumë të mirë dhe të nivelit të lartë. Pra, nëse shohim edhe formacionet e herë pas herë të ndryshimit ose edhe ndryshimet që i ban Martini janë të gjitha me përjashtim të Pusit dhe të Kubazit, të gjitha janë ndryshimet me lojtarë të nivelit. Të blem dhe do thosha këtë që Vllaznia e ka mundësinë, e ka kontingjentin shumë të mirë. Realisht ka 6 javë që nuk është në nivelin e tij. Ajo që më shqetëson më shumë është që Vllaznia nuk po prodhon lojën e vet të fillimit. Një Vllazni që ishim të gjithë fliqen me superlativa dhe realisht ashtu është, fliqen me superlativa, ndërsa sot shoh 6 javë që Vllaznia i ka ikë lojës së fillimit të kampionatit, një lojë shumë të bukur, një lojë që na arriti me superlativa për të folur edhe për objektive dhe për gjithçka. Dhe sot nuk e shoh. Arsyet e dëmtime, arsyet e brendshme, arsyet e jashtme, këto janë probleme që realisht i din ato, stafi i tyre dhe lojtarët, por unë gjithsesi jam shumë shpresmall në këtë ekip, sepse ka kontingjentin, i ka lojtarë dhe është një ekip, mund ta them që është një ekip shumë i mirë dhe ajo që më bën përshtypje niveli i lojtarëve me eksperiencë të, po vanojnë me dal nga kjo gjendje jo e mirë e skuadrës. Ndani, atmosfera në takimin e fundit si ishte spektakli Mbrëmja Gala, Topi i Artë 2025, ku Bekim Balaj, kapiteni i Vllaznisë, meritoi 3 trofe, ky Puca Artë, Topi i Artë, por dhe formacioni i vitit së bashku me Satmalin. Sa mendoni se jep entuziazëm dhe ndikim pozitiv tek skuadra në këtë pragndeshje? Realisht edhe vlerësimi i këtyre lojtarëve, sepse nuk është vetëm këto 2, por janë edhe nga femnat, po 2 vajzat përmorin për atë tregon atë që unë them për një ekip që ka vlerë dhe jo pa qëllim edhe këto vlerësime tregojnë. Ama unë shoh që si për Balen, si për Malen është një motiv. Dhe këto duhet ta ndiejnë këtë motiv dhe këto medalje që i marrin me meritën e tyre, duhet ta ndjejnë dhe duhet ta shprehin dhe duhet ta japin se s'bën në skuadrë, sidomos në këto momente ku është Vllaznia, këto janë lojtarë që munden me ndihmu, munden me nxjerr dhe munden me kariku skuadrën. Me shumë mundësi është Bala kryesori i tyre që mundet me tërheq skuadrën me të gjitha mundësinë, me të gjitha vlerat e tij dhe me të gjitha eksperiencën e tij si futbollist. Në të gjitha ballafaqimet Vllaznia Tirana Vllaznia, Bekim Balaj i ka shënuar ekipit bardhë dhe blu, edhe në këtë pragndeshje premtoi tek Mbrëmja Gala kur mori trofeun.
Bala është gëlshënuesi më i mirë edhe për 2 vite rresht e fiton jo pa merit që merr edhe këpucën e ardh. Edhe ajo që them për Bala është një nga lojtarët epik të Vllaznisë, ku Bala ka të gjitha mundësitë dhe Bala është ai lojtar që mundet me kariku skuadrën edhe në mungesë të trajnerëve, edhe në mungesë të stafit. Bala e ka eksperiencën e duhur për të kariku një ndeshje dhe për ta nxjerrë fitimtar. Uroj që Bala, ashtu siç i ka shënuar golat, uroj që të shënojnë përsëri, por gjithsesi do ishte shumë mirë që ne ta fitojmë. Çfarë si ka ban Bala apo ban X-i. Avenir Dani, në karrierën tuaj sportive si portieri i Vllaznisë, por edhe si trajner i Vllaznisë tek sektori i portierëve keni provuar shumë derbi. Vllaznia-Tirana në Shkodër dhe në kryeqytet Tirana-Vllaznia. Sa emocion gjallë një derbi i tillë për një futbollist dhe për një trajner? Gaci, këto janë ndeshje që lojtari vetë s'ka nevojë për karikim. Lojtari vetë e kupton rëndësinë e kësaj ndeshje, e kupton emrin e skuadrës vetë dhe të skuadrës kundërshtare. Unë ditë them një rast, para shumë vitesh, ne lunim me Tiranën Shkodër për kush binte nga kategoria. Ishte një super karikim dhe nëse ti, po e mend shumë mirë dhe ke pa edhe pjesëmarrjen e tifozërisë, ke pa edhe angazhimin, pra do të them edhe në ata kushtet shumë të vështira që ishim të dy skuadrat, që ishim të dyja njëna do binte nga kategoria, ishte një karikim i papam. Thjesht është vetë emri i skuadrave, vetë karriera e këtyre ekipeve dhe vetë që kanë dhënë këta për Shkodrën, për futbollin shqiptar, këto e kanë të papranueshme në opinion në publik, në rrethet e tyre e kanë papranueshme të jenë në nivele të mesme apo të dobta, pavarësisht se ku jena në momentet. Kjo është një kalimtare për mua, edhe për Tiranë duhet të jetë një kalimtare. Dhe për ta mbyllur një parashikim me shifra sipas Avenir Danit. Do doja që mos të iku edhe 2 intervistave tjera me fitore. Avenir Dani, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për jush, suksese. Ne shpresojmë të plotësohen ato parashikimit tuaja. Faleminderit.